Sali Berisha zgjodhi emisionin Opinion për të bërë daljen e fundit në studiot televizive përpara se vendi të kalojë në heshtje zgjedhore. Përpara një paneli të zgjedhur gazetarësh dhe opinionistësh, ai foli edhe për lajmet e mediave amerikane sipas të cilave Departamenti Amerikan i Shtetit i ka dhënë të drejtë atij të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara, ndonse është shpallur non grata. Sipas tij, duhet vlerësuar mesazhi politik që ky vendim i Shteteve të Bashkuara dha. Lajmi i madh që po jehonon në mbar botën dhe të gjitha agjensitë e mëdha të lajmeve fillon nga fundi, rrishti i fundit. Departamenti i Shtetit i drejtuar nga sekretari Marco Rubio dhe administrata e presidentit Donald Trump nuk mund të pranojnë vendimet politike të administratës Biden, të aq më tepër të Antony Blinken. Por sa ndikon kjo në votën e 11 majit që Partia Demokratike kërkon të marrë? Berisha kishte këtë përgjigje. Është pa diskutim një inkurajim i madh për shqiptarët për të votuar në këtë zgjedhje, duke u treguar atyre me gisht se ka një forcë politike tek e cila Europa politike dhe Shtetet e Bashkuara që kanë besim të plot. Ky është mesazhi. Ashtu si gjatë fushatës së tij, edhe në këtë dalje televizive, kreu i Partisë Demokratike nuk i kurseu akuzat për qeverinë Rama, ndërsa u ndal tek pikat e forta të programit të tij në rast se merr vot besimin e qytetarëve shqiptar. Dy shtyllat kryesore. Së pari, t'ja u kthejmë parat qytetarëve. Minimum jetik, 200 euro për çdo shqiptar. 1, 2. Pensioni minimal 200 euro. 3. Rroga minimale 500 euro. 4. Rroga mesatare 1250 euro. 5. Rroga e mësuesit 1500 euro. Çdo shqiptar një mundësi. Në fund të intervistës, kreu i Selis Blu i bëri thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote të dalin të shprehin vullnetin e tyre në 11 maj, pasi sipas tij, në këtë zgjedhje vota e tyre është e mbrojtur si asnjëherë më parë.